Përqëndrimi i lartë i poleneve në ajër në këtë periudhë të stinës që jemi është në maksimum. Ato prekin syrin, hundën apo edhe lëkurën. Simptomatologjia klinike e alergjive fillon me polenet që janë ato faktorët që qëndrojnë në ajër dhe përqëndrimi i tyre i lartë në këtë sezon bën që pacientët të shfaqin një simptomatologji të shprehur. Dhe simptomat e pacientëve rriten në periudhën më të nxehtë të vitit dhe në periudhën pas orës 10 të mëngjesit deri në orën 5-6 të mbasdites. Çfarë prekin polenet? Polenet prekin të gjitha disa organe. Ato prekin syrin, kur vinë në kontakt shkaktojnë simptoma që quhet konjunktivit alergjik, shoqërohen me skuqe, shoqërohen me lotym, me kruarje të syve. O ndonjëherë edhe me edem. Prekin hundën dhe shoqërohen me prurit ose kruarje të hundës, shoqërohen me rrjedhje ujore të hundëve, teshtima, të cilat mund të jenë teshtima në breshëri, ose të një pasnjëshme, shoqërohen dhe me bllokim të hundëve, dhe që janë tipike për alergjinë e hundës. Kjo mund të shoqërohet dhe me kruarje të fytit, të faringut, me kruarje të veshëve, me kruarje të qelzës, dhe mund të ketë një prekje edhe të syrit edhe të hundës, pra që quhet ai që quhet rinokonjunktivit. Në këtë sezon mund të preken jo vetëm këto dy organe që përmendëm, po mund të preket edhe lëkura. Lëkura, polenet kur bien në kontakt me lëkurën, shkaktojnë skuqe, shkaktojnë edhe një prurit, edhe element të tillë, që shfaqen me pulla të kuqe në gjithë trupin ose në pjesën e kontaktit, në pjesën e ekspozimit. Mjekja alergologe Afrodita Sinani thekson se ka raste edhe të alergjive nga dielli, ndërsa thotë se preken edhe rrugët e poshtme të frymarrjes. Tani kemi dhe alergji nga dielli, e cila pacientët shfaqen, qëndrojnë për një kohë të gjatë në diell, ekspozohen dhe shfaqet dhe alergjia në lëkurë edhe nga dielli edhe nga polenet paralel. Përveç këtyre preket dhe bronket, ose rrugët e poshtme të frymarrjes, të cilat shoqërohen me koll, me fishkëllima, me vështirësi në frymarrje, të cilat këto janë karakteristike për sezonet e caktuara. Por kemi përveç poleneve, të cilat janë në periudhën e pranverës të verës të vjeshtë, kemi dhe alergji gjithvjetore që është alergjia nga pluri i shtëpisë, e cila simptomat që përmendem më sipër janë që shfaqen gjatë gjithë vitit, por ato kanë pikë, që janë në pranverë dhe në vjeshtë më të theksuara. Por cilat janë disa nga këshillat që u jepen në këto raste qytetarëve apo pacientëve? Pacientët duhet japim disa këshilla për këtë sezon. Ata nuk duhet të ekspozohen shumë në natyrë dhe sidomos në periudhën e nxehtë, në periudhën pas orës 10 deri në orën 6-7 në mbrëmje, të mbyllin dritaret e shtëpisë që polenet mos të futen brenda, dhe në këtë periudhë ajrimin e shtëpisë ta bëjnë herët në mëngjes dhe vonë në mbrëmje. Në periudhën që kanë mundësi, që të ekspozohen, mund të vendosin një mas, të vendosin syze, dhe kur kthehen në shtëpi duhet që të bëjnë një dush, për të larguar polenet. Njëkohësisht edhe teshat nuk duhet i ekspozojnë në periudhën kur është piku i diellit. Pra tharjen e rrobave mund ta bëjnë ose me tharse ose në orët e natës të mbrëmjes, ku polenet kanë rënë dhe nuk kanë efekt që të veprojnë në teshat e tyre, sepse pacienti, nëse ato ekspozohen në diell, i vesh përsëri dhe ka polenin me vete. Këto janë disa këshilla pra të qëndrojnë dhe kur të lëvizim me makina me ajër të kondicionuar dhe në shtëpi me ajër të kondicionuar, në periudhën e sezonit, Pastaj kur kalon sezoni, ai është i lirë nga simptomat dhe duhet i shmangit gjithsesi gjatë gjithë periudhës. Mjekja Afrodita Sinani flet edhe për trajtimet dhe ekzaminimet që duhet të ndjekin pacientët. Trajtimet janë antihistaminikët që qetësojnë simptomatologjin, pra qetësojnë pruritin, teshtimat, kruarjen e hundës, mund të përdorim spray nazal me kortizonik ose me antihistaminik lokal, të cilët duhet të trajtojnë gjatë gjithë periudhës së sezonit, edhe në jashtë sezonit pastaj pacientët janë të lirë nga terapia, ndërsa në alergjitë gjithvjetore ata marrin terapi gjatë gjithë vitit. Cilat janë ekzaminimet, që duhet të bëjnë këta pacient. Ata duhet të drejtohen pranë mjekut, për të marrë këshillat e duhura dhe të marrin trajtimin e duhur. Por e rëndësishme është që ata të bëjnë ekzaminimet, testin kutan, që quhet skin prick test, që bëhet me shpime në lëkurë, dhe testin me anë të gjakut IgG specifike. Në bazë të këtyre bëhet dhe protokolli i mjekimit dhe kohëzgjatja e mjekimit.
Krahas trajtimit me medikamente, sot bëhet dhe ajo që quhet imunoterapi ose vaksinimi, i cili sot është është një nga trajtimet e fundit që bëhet, ka vite që është aplikuar, por është një trajtim specifik që mjekon alergenin specifik që pacientit në bazë të testit të alergjisë.